A ka dikush kundërshtim ndaj kësaj martese? Zëri I priftit jehoj në kish, I but por I prer. Zemra më rrihte fort, por nga emocionet e lumtura. Fustani I bardhë më shndriste në dritat e qirinjve. Po shikoja burrin që besoja se ishte zgjedhja e jetës sime. Dhe pastaj, unë kam. Një zë I njohur, I thellë, I dridhur nga emocionet, shpërtheu nga fundi I sallës. Gjaku më ngriu në vena. U ktheva ngadalë. Ishte ai. Ishi fejuari im. Dhe në sytë e tij kishte diçka që më trembi më shumë se prania e tij. Një sekret që do të shkatëronte gjithçka. Fustani I bardhë dhe hijet e së shkuarës. Nuk kam besuar kurrë në shenja. Gjithmonë kam menduar se jeta është zgjedhje, jo paralajmërime. Por atë mëngjes, kur u zgjova për ditën e martesës, diçka nuk ndihej si duhet. Qielli ishte gri. Jo shi, thjesht gri. Nëna ime më buzëqeshi ndërsa më rregullonte flokët. Je nusja më e bukur që kam parë, tha ajo, me sytë e mbushur me lot. Unë buzëqesha, por në thellësi një zë I vogël më pyeste. A je e sigurt? Si arrita këtu? Unë dhe Arbeni ishim bashkë prej 2 vitesh. Ai ishte I qëndrueshëm, I qetë, I respektuar nga të gjithë. Ai nuk ishte si dashuria ime e parë. I liri ishte stuhi, ishte pasion, ishte zjarr. U fejuam të rinj, shumë të rinj. Mendonim se dashuria mjaftonte për gjithçka. Por xhelozia e tij u bë helm, kontrolli I tij u bë burg. Fjalët e tij filluan të lëndonin. Një natë, pas një debati të ashpër, ai më tha: "Nëse largohesh nga unë, do ta pendohesh gjithë jetën." U largova dhe nuk u ktheva më. Të paktën kështu mendoja. Një hije në ditën e madhe. Teksa makina e zbukuruar me lule ndaloi para kishës, ndjeva një shtrëngim në stomak. Salla ishte e mbushur. Muzika e butë luante. Arbeni po më priste në altar, me një buzëqeshje që më qetësoi zemrën. Do të jetë gjithçka perfekte, më kishte thënë ai një natë më parë. Por jeta nuk njeh perfeksion. Momentet para fjalës fatale. Prifti foli për dashurinë, për përkushtimin, për besimin. Unë mezi po merrja frym nga emocionet. Kur erdhi momenti klasik, a ka dikush kundërshtim ndaj kësaj martese? Zakonisht është një formalitet, një traditë e vjetër. Askush nuk flet, askush nuk guxon. Derisa, zëri I tij e preu ajrin si thik. Ai ishte aty. I liri qëndronte në fund të kishës, I veshur me kostum të zi. I ruar, I qetë, por sytë e tij digjnin. Njerëzit filluan të murmurisin. Nëna ime më shtrëngoi dorën. Arbeni u kthye ngadalë. Çfarë është kjo? Pëshpëriti ai. I liri filloi të ecë përpara. Çdo hap I tij më dukej si jehone së kaluarës. Ti nuk mund të martohesh me të, tha ai. Zëri I tij nuk ishte I zemëruar. Ishte I sigurt. Sekreti. Pse? Pyeti prifti I tronditur. I liri ndaloi përballë nesh. Dhe më pa drejte në sy. Ajo nuk po ju thot të vërtetën. Zemra më ra në fund të kraharorit. Arbeni më pa. Çfarë të vërtete? I liri nxori diçka nga gjaketa. Një zarf. Sepse ajo tashmë është e lidhur me mua. Ajri u zhduk nga mushkëritë e mia. Gënjen, thash me një herë, por duart e mia po dridheshin. I liri e hapi zarfin dhe nxori dokumente. Ne nuk e anuluam kur fejesën zyrtarisht, tha ai. Dhe ka diçka tjetër që ajo nuk ta ka treguar. Salla u mbush me tension. Arbeni u zbe. Çfarë po ndodh? Më pyeti ai, me një zë që nuk e kisha dëgjuar kur më parë. Një zë I thyer. E vërteta që u mundova të fsheh. Ka disa gjëra që mendon se I ke varrosur për gjithmonë, por e shkuara ka mënyra të frikshme për t'u rikthyer. 3 muaj para se të ndahesha nga I liri mbeta 7 zën. Isha 22 vjeçe. E friksuar. E vetme. I liri donte ta mbanim. Jo nga dashuria, por sepse mendonte se fëmia do të më mbante pranë tij. Unë nuk isha gati. Debatet u bën të dhunshme. Fjalët u bën therse. Dhe një natë gjithçka mori fund. E humba fëmijën. Mjekët thanë se ishte nga stresi. I liri më fajsoi. E vrave ti, më tha. Ajo fjali më përndiqte në ëndra. Dhe unë ika. Ndryshova numër. Qytet. Jetë. Nuk I tregova askujt. As Arbenit. Kthimi në kish. I liri ngriti dokumentin. Ai fëmijë ishte I imi, tha ai me zë të lartë. Dhe ajo nuk të ka treguar asgjë.
Njerëzit pshertin. Arbeni më pasi të mos më njihte. Është e vërtet, pyeti ai. Lotët më rodhën para se të mund të flisja. Po, por. Fjala ime humbi në zhurmën e turmës. Iliri vazhdoi. Ti mendon se po martohesh me një grua pa të kaluar, por ajo mban sekrete. Ai po më shkatëronte, para të gjithëve, por në sytë e tij pash diçka tjetër. Jo vetëm hakmarrje, frikë, diçka nuk përputhej. Iliri nuk ishte tip që të vinte për skenë dramatike. Ai planifikonte, kontrollonte, manipulonte. Kjo ishte shumë publike, shumë e rrezikshme. Pse do ta bënte? Dhe pastaj pash diçka në dorën e tij. Një tjetër zarf, më i trash. Ai nuk kishte ardhur vetëm për të më turpëruar. Ai kishte ardhur për diçka më shumë. Fjala që ndaloi gjithçka. Ka edhe diçka tjetër, tha ai. Zëri i tij u ul. I dashur Arben, a e di që gruaja që po martohesh sot, nuk mund të ketë fëmijë. Kisha u mbush me heshtje vdekjeje. Gjunjët mu drodhen. Unë nuk i kisha thënë Arbenit, sepse nuk isha e sigurt, sepse kisha frikë, sepse mjekët kishin thënë se dëmtimi ishte i mundshëm, por jo i konfirmuar. Iliri ngriti një dokument mjekësor. Unë kam kopjet. Si kishte. Koka më rrotullohej. Arbeni u tërhoq një hap pas. Pse nuk ma the, pyeti ai. Dhe në atë moment kuptova. Dasma nuk ishte ndalur nga e shkuara. Ishte ndalur nga heshtja ime. Fundi i pjesës 1. Prifti u tërhoq. Të ftuarit u ngritën në këmbë. Nëna ime po qante. Arbeni po më shikonte si të isha një huaj. Iliri qëndronte i qetë. I sigurt. Sikur të kishte fituar. Por ai nuk e dinte një gjë. Sekreti i vërtet nuk ishte ai që ai po tregonte. Dhe nëse ai mendonte se kjo ishte fundi, ai sapo kishte nisur luftën më të madhe të jetës së tij. Zbulimi që përmbysi gjithçka. Kisha u mbush me zhurmë, murmurima, pyetje, gjykime, por unë nuk dëgjoja asgjë. Shikoja vetëm Arbenin. Ai nuk po më shikonte më si gruan që donte të martonte, po më shikonte si një të huaj, si dikë që kishte mbajtur një jetë të dytë. Duhet të flasim, tha ai me një zë të ulët, por të prerë. Prifti u afrua, i hutuar. Ndoshta duhet të bëjmë një pushim. Pushim. Fjale vogël për një stuhi që sapo kishte shpërthyer. Dhoma pas altari. U mbyllëm në një dhomë të vogël pas altarit. Unë, Arbeni dhe pas disa sekondash, Iliri që hyri pa ftesë. Dil jashtë, i tha Arbeni me zë të ashpër. Iliri buzëqeshi lehtë. Jo pa e mbaruar këtë. Ti nuk e të drejtë të jesh këtu, i thash me zë që më dridhej. Ka më shumë të drejtë se ç'mendon, u përgjigja ai. Arbeni u kthye nga unë. Është e vërtetë. Për shtatzënin, për mjekët, po, por jo ashtu siç po e paraqiste ai. E humba fëmijën, thash me zë të thyer. Isha e re, e friksuar, dhe po, mjekët thanë që mund të kishte pasoja, por asgjë nuk është konfirmuar. Pse nuk ma the, pyeti ai sërish. Sepse kisha frikë, sepse çdo burr që kam njohur e ka lidhur dashurinë me trashëgimin, sepse Iliri më kishte fajsuar për vdekjen e një jete që nuk e zgjodha ta humbisja. Sepse nuk doja të më shikoje si ai. Dokumentet. Mos e dëgjo vetëm atë, tha Iliri, duke hapur zarfin e dytë. Ai vendosi mbi tavolinë disa fletë. Rezultate mjekësore. Emri im. Data. Nënshkrime. Si i more këto, pyeta me zë të ulët. Ai më pa drejte në sy. Ti më njihje. Unë gjithmonë gjej mënyrë. Ftohtë. I llogaritur. Ai nuk kishte ardhur për dashuri. Ai kishte ardhur për kontroll. E vërteta që nuk e dinte askush. Arbeni mori dokumentet në dorë. Syt i lëviznin me shpejtësi. Pastaj ngriti kokën. Ka diçka që nuk përputhet. Iliri u ngurtësua për një sekond të vetme. Vetëm një sekond. Por unë e pash. Këto analiza janë nga klinika private në qytetin ton të vjetër, tha Arbeni. Por data këtu është 2 muaj pasi ti ishe zhvendosur. U ktheva nga Iliri. Unë nuk kam bërë analiza pas largimit, thash. Ai nuk foli. Arbeni vazhdoi. Dhe këtu shkruhet mostra e dorëzuar nga bashkëshorti. Ti nuk ishe bashkëshorti i saj. Dhoma u mbush me një heshtje të rëndë. Iliri shtrëngoi nofullën. Gabime administrative, tha ai shpejt. Por ishte vonë. Diçka po dilte në sipërfaqe. Loja e tij.
E kuptova në atë moment. Ai nuk ishte ardhur për të thënë të vërtetën. Ai kishte ardhur për të krijuar një të vërtetë. Ti ke falsifikuar, thash me zë të ulët. Ai qeshi lehtë. Mos u bëj dramatike. Ti ke përdorur identitetin tim, vazhdova, zemra më rrite fort. Si? Ai nuk u përgjigj. Arbeni u afrua një hap drejt tij. Nëse këto janë të rreme, kjo është vepër penale. Iliri më në fund humbi qetësinë. Nuk janë të rreme, bërtiti. Ajo nuk mund të ketë fëmijë. Dhe ti meriton ta dish. Ti nuk e di këtë, i thash. As mjekët nuk e dinin me siguri. Sepse ti ke ulëriti ai. Sepse gjithmonë ik. Arsyeja e vërtet. Dhe aty doli e vërteta. Nuk ishte për fëmijën. Nuk ishte për dashurinë. Ishte për braktisjen. Iliri nuk ishte ardhur për të më kthyer. Ai kishte ardhur për të më ndëshkuar. Sepse unë isha e vetmja që ishte larguar nga kontrolli i tij. Një zbulim i papritur. Arbeni mori telefonin. Po telefonoj klinikën, tha ai. Iliri u tensionua me njëherë. Nuk ke nevojë për këtë. Oh, kam, u përgjigja Arbeni ftohtë. Telefonata zgjati vetëm disa minuta. Por ato minuta mu dukën si vite. Kur Arbeni mbylli telefonin, fytyra e tij kishte ndryshuar. Emri yt nuk figuron në asnjë analizë pas asaj date, tha ai duke parë Ilirin. Por figuron emri yt. Ajri u ndal. Çfarë pëshpërita? Arbeni më pa. Këto analiza janë të tijat. Sytë e mi u hapën. Iliri u zbe. Nuk është ajo që mendon, tha ai shpejt. Por ishte. Sekreti i vërtet. Arbeni vendosi letrat në tavolinë. Këto janë analiza fertiliteti mashkullor, tha ai me qetësi të frikshme. Dhe rezultatet tregojnë infertilitet të plot. Mu mor fryma. Iliri. Ai nuk mund të kishte pasur kur fëmijë. Kur? Kjo do të thoshte. Fëmia që humba. Nuk mund të ishte i tij. Dhoma filloi të rrotullohej. Ti më fajsove, i thash me zë që më dridhej. Ti më the se e vrava fëmijën ton. Ai nuk më shikonte më në sy. Testet mund të jenë të gabuara, murmuriti. Por ne të tre e dinim. Nuk ishin. E vërteta që më goditi. Nëse Iliri nuk mund të kishte fëmijë. Atëherë, fëmia që humba. Nuk ishte i tij. Dhe unë e dija saktësisht me kë kisha qenë një muaj para se të mbetesha shtatzën. Arbeni. Para se lidhja jon të bëhej serioze. Para se unë të largohesha nga Iliri përfundimisht. Një natë. Një gabim. Një fillim i ri. Lotët më rëshitën pa kontroll. Arbeni më pa. Dhe në sytë e tij pash kuptimin. Ai po bënte të njëjtën llogari. Heshtja që fliste. Ilir, tha Arbeni me zë të ulët, por të fortë. Ti nuk erdhe këtu për të shpëtuar askënd. Ai u kthye nga unë. Dhe ti nuk më the gjithçka, por jo për arsyen që ai mendonte. Iliri bëri një hap mbrapa. Kontrolli i tij po rrëshqiste. Ti e dinit, i thash. Ti e dinit që nuk mund të ishe baba. Ai nuk foli. Dhe më le të besoja se ishte faji im. Sytë e tij u mbushën me diçka që nuk e kisha parë kur. Thur, sa? Arbeni mori frym thellë. Dasma është ndalur, tha ai qetë, por jo për arsyen që ti mendove. Ai u kthye nga Iliri. Nëse nuk largohesh tani, do të thëras policin. Iliri më pa për herë të fundit. Jo me fuqi, jo me kontroll, por me humbje. Ai doli nga dhoma pa thënë asnjë fjalë. Vetëm unë dhe Arbeni. Heshtje. Të dy po qëndronim përballë njëri tjetrit. Fëmia, tha ai ngadalë. Nuk munda të gënjej më. Ka mundësi të ishte i yti. Fjalët dolën si thik. Ai mbylli syt për një moment. Pastaj i hapi. Nëse kjo është e vërtet, atëherë sot nuk ndalem një martesë. Ai u afrua një hap. Ndaluam një gënjeshtër që na ka ndjekur për vite. Lotët më rridhnin pa pushim. Nuk doja të humbisja. Dhe unë nuk dua të martohem me dikë që ka frikë nga e vërteta, tha ai me qetësi. Jashtë të ftuarit prisnin. Fustani im i bardh duke i papritur i rënd. Dasma ishte ndalur, por historia jon sapo kishte filluar në mënyrën më të dhimbshme. Vendimi final, martes apo lamtumir. Jashtë dhomës dëgjoheshin zëra. Të ftuarit po prisnin. Disa po largoheshin. Disa po përpiqeshin të kuptonin çfarë kishte ndodhur. Brenda, unë dhe Arbeni po përballeshim me diçka më të madhe se një dasmë të ndalur. Po përballeshim me të vërtetën. Heshtja mes nesh.
Pse nuk ma the, pyeti ai përsëri, por këtë herë zëri i tij nuk ishte i zemëruar. Ishte i lënduar. Nuk isha e sigurt, thash me zë të ulët. Kur mbeta 7 zën, isha ende me Ilirin. Por një muaj para kësaj, unë dhe ti. Ai e mbylli syt për një sekond. E di, tha ai ngadalë. E mbaj mend. Ishte një natë kur gjithçka dukej e paqartë. Unë po ndahesha emocionalisht nga Iliri. Por ende nuk isha guximin ta lija përfundimisht. Arbeni ishte aty si mik, si mbështetje. Dhe një moment dobësie u kthye në diçka që ndryshoi gjithçka. Nuk doja të besoja se fëmia mund të ishte i yti, vazhdova. Sepse nëse ishte atëherë humbja ishte edhe më e madhe. Ai mori frym thellë. Dhe ti zgjodhe të mbaje gjithçka brenda. Po, gjithmonë kisha zgjedhur heshtjen për të mbijetuar. Jashtë kishës. Prifti trokiti lehtë në derë. Njerëzit po pyesin nëse ceremonia do të vazhdoj. Arbeni më pa. Ky ishte momenti. Martes apo fund. Ai doli jashtë për pak minuta. Unë mbeta vetëm në dhomë, duke parë veten në pasqyrë. Fustani i bardhë, i cili pak më parë dukej si fillimi një jete të re. Tani dukej si simboli gjithçkaje që nuk kisha thënë. Dashuria nuk shkatërohet nga e shkuara, mendova. Shkatërohet nga gënjeshtra. Fjalimi i papritur. Kur dola jashtë, të gjithë po më shikonin. Nëna ime ishte me sy të skuqur. Shoqet e mia po përshpëritnin. Arbeni qëndronte përballë altarit. Ai mori mikrofonin. E di që sot duhet të ishte dita jone lumtur, tha ai. Por e vërteta doli në mënyrën më të dhimbshme. Salla heshti. Ne të dy kemi bërë gabime. Kemi mbajtur sekrete. Kemi pasur frikë. Ai më pa drejt në sy. Por unë nuk dua të martohem sot për të provuar diçka para të tjerëve. Dua të martohem kur të jemi të pastër nga e shkuara. Zemra mu drodh. Nëse ajo është gati të më tregoj gjithçka, unë jam gati të qëndroj. Nuk ishte një refuzim. Nuk ishte një lam të mirë. Ishte një kusht. E vërteta. Përballja e fundit me Ilirin. Ndërsa po flisni me familjarët, pash Ilirin jashtë kishës. Ai po qëndronte pranë makinës së tij. U afrova. Pse e pyeta? Ai më pa me sytë që dikur më bënin të ndihesha e vogël. Sepse ti ike, tha ai, dhe unë nuk duroja dot faktin që ti mund të ishe lumtur pa mua. Ti më fajsove për diçka që nuk ishte e vërtet. Ai heshti. E dija për analizat, pranoj më në fund. Por nuk doja ta pranoja. Ishte hera e parë që e shihja të thyer. Ti nuk më doje, i thash. Ti doje të më zotëroje. Ai nuk kundërshtoi. U kthye dhe u fut në makinë. Këtë herë ishte ai që po largohej, dhe unë nuk ndjeva frikë. Vendimi. U ktheva brenda. Arbeni po fliste me babain tim. Kur më pa, erdhi drejt meje. Çfarë do më pyeti? Për herë të parë, nuk kisha frikë nga përgjigja. Dua të filloj nga e para. Pa sekrete. Pa frikë. Nëse do ende. Ai buzëqeshi lehtë. Unë nuk po largohem. Prifti u afrua. A do ta shtyjmë ceremoninë? Arbeni më pa. Unë e mora dorën e tij. Po, thash, jo sepse nuk e dua, por sepse dua ta bëjmë si duhet. Të ftuarit u shpërndan ngadalë. Disa të habitur, disa mbështetës. Dasma jon u anulua, por lidhja jon jo. Një vit më vonë. Një vit më vonë nuk ishte kishë të mbushur me qindra njerëz. Ishte një ceremoni e vogël. Vetëm familja e ngushtë. Nuk kishte sekrete. Nuk kishte hi nga e shkuara. Kur prifti pyeti, a ka dikush kundërshtim? Këtë herë askush nuk foli, sepse gjithçka ishte thënë më parë. Arbeni më pa dhe buzëqeshi. Gati më pyeti. Gjithmonë ju përgjigja. Epilogu. Disa histori dashurie nuk shkatërohen nga tradhtia. Shkatërohen nga frika. Unë humba një fëmijë. Humba një martesë në mes të altarit. Humba iluzionin e një dashurie të parë. Por fitova diçka më të fortë, të vërtetën. Dhe ndonjëherë, dasma që ndalet në sekondën e fundit, është vetmja mënyrë që një martesë të fillojë siç duhet.